Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, gjitha përshëndetjet më përzemërta i çojmë për profetin ton Muhammedin alayhis salam. Në këtë ditë të bekuar, urimet më të përzemëra për gjithë familjarët, për gjithë besimtarët musliman, për gjithë qytetarët e qytetit tonë të Fierit, ke një festë lumtur, paqe, harmoni, të kenë mirësi të pafundme në familjet e juaja, dhe Zoti të beqatojë me mirësitë e tij, dhe Zoti na ketë pranuar të muajit sakrificës, muaj që jemi afruar më shumë me Zotin e botëve, dhe jemi kthyer në origjinën e pastër, kur të jemi më shumë solidar ndaj njerëzve në nevojë, me dashuri më shumë për njerëzit në nevojë, me dashuri më shumë për njeriu, mbështetje për gjithë shtetat në nevojë, më afër Zotit, më afër njerëzve. Ketë kjo festë paqe, gëzim dhe begati në familjet e gjithë shqiptarëve, Zoti e bekof Shqipërinë, Zoti ju shpërblet të gjithëve. A ka patur diçka të veçantë këtë vit? Çdo Ramazan është i veçantë për ne. Thuajse në çdo Ramazan kemi përjetime të veçanta, përjetime të bukura, sepse përjetimet e shpirtit janë gjithmonë të bukura. Sepse është muaj që ne më shumë të japim prioritet, japim ushqim shpirtit tonë. Gjithë vitin ne jemi të angazhuar fatkeqësisht në këtë dinamikën e jetës që po jetojmë me materialen, dhe shumë herë jemi të ngarkuar nga ana psikologjike në gjithë dinamikën e jetës tonë, dhe Ramazani na jep atë ushqimin e duhur që ka nevojë njeriu gjehet të prehen paqen me veten e vet, dhe çdo përjetim i Ramazanit është i veçantë, është i bukur. Ne lartësohemi, afrohemi më shumë tek Zoti. A vini re një konsolidim të besimit nga viti në vit, duke patur parasysh faktin që për shumë dekada nuk kishte traditë më në vendin tonë? Ka jetur shumë mirë. Çdo vit vetëm kemi prurje të reja, njerëz të rinj, rinia çdo vit vetëm po përqafon Islamin, fen, besimin, sepse njerëzit tash njeriu ka nevojë të besojë diçka. Dhe kjo është shumë një besim shumë i natyrshëm, njeriu është lodhur, aq më tepër në epokën digjitale, moderne që ne po jetojmë, njeriu është i ngarkuar tej mase, dhe besimi është e vetmja shpresë që po jep ngrohtësi dhe qetësi shpirtit të njeriu. Gëzuar për shumë vjetë. E urojmë gjithë komunitetin musliman dhe gjithë muslimanë në marë botën. Gëzuar për shumë vjetë të bekuara, me shëndet, me paqe, në këtë festë, e cila është një festë e paqes dhe dashurisë. Urojmë që jo vetëm komunitetin musliman, por edhe kudo në mbar botën, tani në këtë botë të trazuar, sidomos me luftën që është në lindjen e mesme. Urojmë që Zoti sjell paqe dhe dashuri dhe gëzim në zemrat e çdo personi, në zemrat e gjithë pjesëtarëve të familjeve, vetë të komunitetit musliman, por edhe të gjithë njerëzit mbar botën. Paqja dhe gëzimi dhe dashuria e Zotit qoftë gjithmonë në zemrat tona. Gëzuar për shumë vjet. Gëzuar. Imami apeloi sot edhe për më shumë vëmendje tek brezi i ri dhe tek familja shqiptare sot. Ka një koment tuaj për këtë situatë? Ku gjendet sot familja shqiptare dhe brezi i ri? Gjithmonë ka shpresë, dhe besimi na mbush me atë me gëzimi dhe me shpresë. Edhe kur shikojmë persona të rinj, adoleshentë, fëmijë të cilët frekuentojnë besimin, kjo është një shpresë për të ardhmen dhe për vendin tonë dhe për çështjen e besimit. Kështu që zemrat na gëzohen gjithmonë kur shikojmë persona të rinj që frekuentojnë dhe ndjekin besimin. Dhe këtë e shikojmë edhe në komunitetin musliman, në Kishtin ortodoks, kjo është një shpresë e madhe. Kështu që gjithmonë ka shpresë, në Zotin gjithmonë ka shpresë. Gëzuar për shumë vjet. Si gjithmonë, edhe sot jemi këtu te xhamia me shumë respekt për Mikelin, Myftiun, në një vizitë me ftesën e zotërisë që ne folëm, për të uruar Fitër Bajramin, një fest për muslimanët, po përmbar shqiptarët kudo që janë, zakonisht ne shqiptarët i festojmë të gjitha festat, duke uruar mbarësi, begati për çdo familje shqiptare dhe halal sakrificën, solidaritetin, kujdesin për njëri tjetrin që është pas agjerimit nga muaji Ramazanit. Edhe njëherë gëzuar të gjithëve, gëzuar edhe juve përfaqësuesve të mediave lokale të Fierit me shumë përzemërsi për punën tuaj profesionale. Në fakt, në faljen e namazit, imami pati mirësinë të bënte një apel për familjet, dhe mundësisht për familjet e reja. Mendoni se ka thënë për politika konkrete lokale për të rinjt? Për mos ta politizuar të ditë feste dhe fest për të gjithë, patjetër që thirrja që është bërë është me shumë vend dhe patjetër që ka
shumë mangësi dhe duhet shumë kujdes dhe duhet shumë solidaritet dhe duhet shumë përkujdesje për familjet e reja që ju thatë. Për arsye se ne kemi një vend që po shpopullohet ditë pas dite, kemi një vend dhe një Shqipëri të dashur për neve që të rinjt nuk gjejnë vende pune, që për të marrë një shtëpi, për të blerë një shtëpi banimi është nga të pamundura dhe nuk ka shanse për të asiguruar sikur të punojnë jo një jetë, po 2 jetë të tëra të punojnë me pagat që janë, nisur nga gjitha këto, patjetër që ka vend shumë për të bërë në këtë drejtim, por më lejoni të them që me këtë qeveri dhe me këtë kryeministër, që politikat e tyre janë vetëm shpopullimi dhe varfërimi këtyre njerëzve, korrupsioni i tyre, hajdut dhe grabica të mëdhenj, nuk ka parë ky vend dhe s'ka për të parë më. Me që e politizua ditën, po ju them që në 22 mars ditën e diel, në orën 18 do të jemi të gjithë në shesh kundër kësaj qeverie dhe për të mirën e atyre të rinjve dhe familjeve të tyre për të krijuar jetën e tyre, familjet e tyre në vendin e tyre dhe jo jashtë kufive të Ramazanin. Ta agjerojmë ditët e tij dhe të ngjallemi shpirtërisht në netët e tij. Sot jemi mbledhur në një ditë të madhe, në një ditë gëzimi, por edhe në një ditë reflektimi. Vëllezër dhe motra të nderuara, nuk është madhështia e kësaj dite vetëm të rrobat e bukura dhe tek rrobat e reja që kemi veshur sot, por se madhështia e kësaj dite është në zemrat që janë pastruar mbas këtij muaji të begat. Nuk është bukuria e saj vetëm në buzëqeshjet, por në mëkatet që janë falur. Sot është dita kur zemrat duhet të jenë më të pastërta se kurrë. Sot është dita kur falja duhet të jetë më e lehtë se kurrë. Sot është dita kur dashuria për njëri tjetrin duhet të jetë më e fortë se kurrë. Prandaj, le të fillojmë këtë ditë jo vetëm me fjalë gëzimi, por me një vendim të madh në zemër, që të mos jemi pas Ramazani sikurse ishëm para tij. Vëllezër dhe motra të nderuara, Ramazani erdhi tek ne si një musafir i dashur. Na mësoi durimin kur ishëm të uritur. Na mësoi sinqeritetin në Zotin e lartëmadhëruar kur askush nuk na shihte. Na mësoi se forca nuk është në trup, por në zemër edhe në shpirt. Thot Allahu i lartëmadhëruar: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim agjërimi në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Edhe çfarë është devotshmëria, përveç se durimit ndaj dëshirave tona, përveç se sinqeritetit në Zotin e lartëmadhëruar. Dhe çfarë është devotshmëria, përveç se marrëdhënieve të mira me njerëzit që na rrethojnë. Pra, qëllimi nuk ishte të rrinim pa ushqim, por të arrinim devotshmërinë. Dhe ja, sot, secili prej nesh duhet të pyes veten: a jam bërë më i mirë se para Ramazanit? Profeti Muhammed, paqja edhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: kush nuk e lë fjalën e keqe edhe veprën me të, nuk ka nevojë Allahu i lartëmadhëruar që të lej ushqimin edhe pijen. Gjithashtu, profeti jon i dashur ka thënë: agjërimi është mburoj. Kur dikush prej jush është i agjërueshëm, le të mos flas fjalë të turpshme dhe të mos bërtas, edhe nëse dikush i vjen me të keq, ai t'i thot: unë jam i agjërueshëm. Pra,
Nga ky muaj i begat ne mësuam të duronim, mësuam vetë përmbajtje dhe moral të lartë. Njeriu pa besim do të qenë shumë ashpër. Ne jetuam dhe i periudhë shumë gjatë komunizmit pa besim, të vazhdua feja dhe në ligj dhe pam që mund të është pengesa për të jetur para me besimin tonë. Besimi i Zotit forcon njeriu të jep lartëson shumë, jep vlerat, ruan familjen, ruan nderin, ruan drejtsinë. Dhe pa besim njeriu është në konceptin tonë është Islam arrin në poshtë së kafshë. Me antivlerat që njeriu mbart kur ai harron Zotin, që na ka sjellë të botë, që na ka dhënë ditë mirë. Loj Zotin e botëve, Allahun Azza wa Jalla. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي خلق فطرة الله Për sytë dhe për zemrën. Sot është ditë Bajrami, ditë gëzimi, por edhe ditë përgjegjësie. Sepse e vërteta nuk është suksesi që arritëm Ramazanin, por sukses është që Ramazani të mbetet tek ne. Ne të ndanim dhe të adhuronim në mënyrë që sot të varfër edhe të pasur të gëzonim. E lusim Allahun e... Dhe pas duas subhaneke, imami me zë lartë bën tekbire, 3 tekbire. Zuar Barti. Thank you.